Allahu i madhëruar në vazhdim të tregimit të tij për banorët apo djemtë e shpellës, thot pasi i ka përshkruar ata me fjalën djemt, thot në vazhdim të përshkrimit të tij, thot amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ata besuan në Zotin e tyre dhe ne u ashtuam udhëzimin. Fjala e Allahut madhëruar, ne u ashtuam atyre udhëzimin, tregon për një rregull të përgjithshëm në lidhje me besimtarët dhe pasuesit e besimit. Dhe ky rregull është se besimi shtohet me bindje ndaj Allahut madhëruar, siç tregohet në këtë ajet, dhe gjithashtu paksohet dhe dobësohet me kundërshtimin e Allahut madhëruar. Për këtë kanë ardhur shumë argumente në Kur'an dhe në Sunet që tregojnë për këtë realitet. Thot Allahu madhëruar në një ajet tjetër, thot walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ata të cilët udhëzuan, Allahu madhëruar u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmërinë. Dhe kjo për sa i përket shtimit dhe besimit, pra shtimit të besimit dhe forcimit të tij. Ndërsa në lidhje me paksimin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk bën zina ai që bën zina në atë moment dhe të jetë besimtar i plot. Wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dhe as vjedh ai që vjedh në atë moment dhe të jetë besimtar i plot. Dhe kështu besimi i robit shtohet me bindje ndaj Allahut madhëruar dhe paksohet me kundërshtimin e tij. Dhe është një rregull që kanë folur për të dietarët e Islamit, sa thoshte Imam el-Bukhariu, Allahu mëshiroft, thot kam takuar 1000 veta prej dietarëve të Islamit, dhe ai është dietar që është ender shumë nëpër qendrat islame të asaj kohe, dhe është takuar me dietarët më të njohur të kohës të tij dhe të gjitha kohrave, sepse atëherë kanë jetuar dietarë të mëdhenj të Islamit, dhe thot kam takuar 1000 prej tyre dhe secili thoshte besimi shtohet dhe paksohet. Shtohet dhe paksohet. Dhe thoshte Imam el-Auza'i, Allahu mëshiroft, besimi shtohet derisa të bëhet samalet dhe paksohet derisa të mos mbehet prej tij asgjë. Dhe kjo varet nga interesimi i robit. E dyta gjë që bie në sy në lidhje me këtë ajet është fakti se Allahu madhëruar thot ata besuan dhe ne u ashtuam besimin. Dhe tregon se shtimi i besimit është dhuratë prej Allahut madhëruar pas interesimit të njerëzve për besimin, sepse ata fillimisht besuan dhe shtimi i udhëzimit dhe besimit erdhi si shpërblim prej Allahut madhëruar. Kështu kërkohet për robit të interesohet për besimin e tij dhe të hedh hapa konkret drejt rrugës së Allahut madhëruar, atëherë Allahu madhëruar do t'ia shpërblejë atë me shtim besimi, forcim të tij, sukses në këtë rrugë dhe gjithashtu dhe në të mira materiale, sepse të mirat materiale ndjekin devotshmërinë e robit. Sa më shumë të shtohet devotshmëria e robit, aq më shumë do jetë do shpërblehet si me sukses dhe me besim, po ashtu dhe me mirësi prej Allahut madhëruar dhe begati.